Kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës, Erion Veliaj, që prej arrestimit të tij nisi një fushat sulmi ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve që trajtonin çështjen e tij. Me gjithë farë ofendimesh, kërcënimesh, shantazhesh, Erion Veliaj edhe pas një viti në burgun e Durrësit nuk i kanë dalur skemat e tij. Që prej momentit që SPAK ka mbyllur hetimet dhe deri më sot, Erion Veliaj vijon të përdor 1001 makinacione, taktika për të shtyrë proceset gjyqësore, thjesht dhe vetëm se është një frikacak që nuk do të përballet me drejtësinë dhe provat dhe faktet që SPAK dhe prokurorët i kanë vënë përpara gjykatës. Një dosje voluminoze, 10 mijëra faqesh, që faktojnë akuzat ndaj kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj. Pse po tentohet të minimizohet volumi i dosjes së Veliajt? Së fundi, në media po qarkullon se Veliajt janë dorëzuar 28.000 faqe të dosjes së tij në burgun e Durrësit. E vërteta është se nuk janë 28.000 faqe, por janë plot 61.000 faqe dokumente dhe prova që mbështesin dosjen që përmban 500 faqe akuzë. SPAK i ka mbyllur hetimet për Veliajin. E ka marrë të pandehur zyrtarisht dhe ka dorëzuar në gjykatë dosjen që përmban 500 faqe akuzë, të shoqëruara nga një dokumentacion mbështetës mjaft voluminoz prej 61.000 faqesh. Dorëzimi i tyre në gjykatë është bërë që prej korrikut të vitit të shkuar. Dosja fakton 13 akuzat dhe 5 vepra të rënda të kryera nga Erion Veliaj, për të cilat është arrestuar dhe ndodhet në burgun e Durrësit. Prej 8 muajsh, dosja me 61.000 faqe është dorëzuar në gjykatë, ndërsa Erion Veliaj vijon të shtyjë proceset gjyqësore, ndërsa vijon sulmon prokurorët e gjyqtarët me raporte deri në Departamentin e Drejtësisë në SBA, si dhe me dirigjime në mediat që i shërbejnë nga burgu i Durrësit, të cilat kanë dalë dhe në përgjimet e publikuara nga CNA, apo së fundmi me mersenar dhe ushtar të pavetinguar si Sokol Sadushi, që po përdor gjykatën e lartë si instrument apo si oxhakun e shtëpisë së tij për t'i shtruar rrugën Erion Veliajt. E vërteta është një, janë 61.000 faqe të dërguara në gjykatë që faktojnë 13 akuzat dhe vepra të rënda penale që ka kryer kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës, Erion Veliaj.